Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani ka vlerësuar ecurinë e ekonomisë së vendit gjatë muajve të parë të këtij viti. Gjatë prezantimit të përmuajshëm të raportit të politikës monetare, ai e ka quajtur si stimuluese politikën fiskale që ka ndjekur sektori publik, çka ka çuar në ulje të ndjeshme të deficitit buxhetor, krahasuar me vitin e kaluar. Deficiti buxhetor në fund të muajit korrik shënoi 23.1 miliard lek, nivel ky i cili është rreth 42% më i ulët se nga një vit më parë. Të ardhurat buxhetore janë rritur me 3.7% në terma vjetor, ndërkohë që shpenzimet janë të kurrur me 5.1%. Po ashtu sipas Fullanit, edhe deficiti tregtar ka pësuar ulje, pasi eksportet kanë qenë 86% më të larta, krahasuar me një vit më parë. Eksportet neto kanë vazhduar të rrisin kontributin e tyre në kërkesën agregate, edhe në tërmërin e dytë të vitit. Kjo ecuri është ninkuar nga rritja vetore për 86% e eksporteve, kundrejt rritjes prej vetëm 6% të importeve gjatë kësaj periudhe. Këto zhvillime janë materializuar me ngushtimin e mëtejshëm të deficitit tregtar, i cili është kurrur me rreth 14% në terma vjetor. Për sa i përket rritjes së çmimit të disa prej lëndëve të para në tregun ndërkombëtar, Fullani nuk i ka quajtur shqetësuese, duke vënë theksin në uljen e varësisë që ka pësuar tregu për mallrat e importit. Kontributi nuk do të jetë i lartë, për arsye edhe të ndikimit më të ulët të importeve në Shqipëri, dhe njëkohësisht të një rigjallërimi të aktivitetit të përgjithshëm tregtar dhe një politike të kujdesshme të mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe nga Banka e Shqipërisë dhe të prirë inflacioniste të mirë ankoruar në ekonomi. Gjithashtu në fjalën e tij, guvernatori vlerësoi ecurinë pozitive të sistemit bankar në vend. Sipas tij, rritja vjetore e kredisë në muajin qershor arriti në 6.4% nga 4.9% që ishte në fund të tremujorit të parë të këtij viti.